Në kuvend, në seancë, sapo u konstatua që u shkel edhe njëherë rregullorja e kuvendit të Republikës së Kosovës për faktin se ishim në një proces të votimit dhe krejt çfarë ishte autorizuar sipas rregullores lëvizja vetëvendosje në këtë rast si fituese e zgjedhjeve ishte që të propozoj emrin. Do të thotë ish dashur që të procedohej me emër dhe menjëherë me votim. Paralelja që po e tërheq lëvizja vetëvendosje, gjithashtu edhe zoti Konjufca në seancë që po thotë që janë dy gjana të njëjta sikur se rasti nën kryetarëve dhe i kryetarit të kuvendit nuk është as pak e saktë, për shkak se kryetari i kuvendit përfaqëson kuvendin e Republikës së Kosovës, ndërkohë që nën kryetaret janë përfaqësues të grupeve politike dhe kjo është arsyeja pse ata votohen në pako. Kryetari është përfaqësues i kuvendit, i të gjithë 120 deputetëve. Kërkesa për kohë shtesë edhe për 48 orë tjera për të arritur një marrëveshje politike ku këta a priori insistojnë se nuk do ta ndryshojnë emrin e kandidatës dhe në të njëjtën kohë insistojnë në atë që është drejt e ktyrja. Në anën tjetër, gjithashtu kërkojnë nga deputetët që ata të votojnë sipas vullnetit të lëvizjes vetëvendosje dhe jo sipas vullnetit të tyre. Kjo veç vullnet për marrëveshje politike nuk është.